në mënyrën më perfekte, pa na dhënë mundësinë të flasim për të për keq apo për mirë para se ai t'i bashkojë tokës. Recep Qosja ishte një intelektual dok dhe në qëndrimet e tij nuk niste nga perceptimet kolektive, por nga ato të ndërgjegjes së tij. Aty ku ne shinim mëkatin, Recep Qosja shitet shpëtimin. Aty ku ne shinim ferrin, ai shitet Krishtin. Aty ku ne shinim një komunist, ai shitet shpëtimin. Aty ku ne shinim shumicën, ai ishte pakisa. Por pakisa cilësore. Jo më kot, Recep Qosja ishte bashkëtues i periudhës së Rrugovës, i cili edhe ai shite për te mjeteve qëllimin, atë të mbijetesës së Kombit dhe të Kosovës. Jo më kot, Recep Qosja refuzoi çdo pozitë politike, pasi ai nuk kishte nevojë të ishte politikan dhe hipokrit. I mjaftonte intelekti i tij. Ashtu si Rrugova, Recep Qosja ishte pragmatist, por me një qëllim të qartë. Kosova dhe kombët shqiptar vinin para gjithçkaje. Recep Qosja, gati 90 vjeç, kishte parashikuar dhe ceremonialin e vdekjes së tij. Ne u njoftuam vetëm pasi u përsol në amshim, duke na hequr mundësinë edhe ta lavdrojmë, edhe ta kritikojmë. Recep Qosja erdhi në jetë si shqiptar dhe iku prej saj si zotëri. Na hoqi të drejtën ta kritikojmë edhe pas vdekjes. Një patriot largpamës që na dha leksion edhe me vdekjen e tij. Të na mungosh profesor, të i mungosh dhe armiqve tu jo të pakt që i ndëshkove edhe pas vdekjes tënde. Por le të rikthehemi realitetit, për cilin Recep Qosja punoi aq fort, një komb shqiptar europian i cili kur deri më tash nuk ka marrë atë që meriton. Dhe për këto mjafton të shohësh se çfarë po ndodh me Malin e Zi, një shtet 600.000 banorësh, më pak se banorësit e Tiranës gjatë natës, tashmë ka nisur rrugën pa kthim drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Ndoshta në vitin 2028, Bashkimi Evropian do të ketë kështu antarin e 28 të saj, një rasti jo thjesht shifrore. Bashkë me të mund bashkohet dhe Islanda, dhe më pas vjen radha e Shqipërisë. Në vitin 2029, BE mund na ketë ne antarin e 29. Por kjo nuk mund të jetë rastisht shifrash. Sigurisht kërcënimi i Moskës dhe i dirmit saj të madh është një indicie serioze përse sot ne jemi më shumë se sa larg afër Bashkimit Evropian. Por pesha më e madhe bie mbi Tiranën dhe reformat e saj. Shqipëria nuk mund të investojë të armën e saj europiane mbi lëmoshat e Atinës apo mbi bombat e Putinit mbi Kiev. Por sigurisht humoret e Brukselit janë edhe politike. Egërsimi i turmave anti-emigracion dhe të nxitura fetarisht është i lartë, dhe për këtë mjaft analiza e shkurtër e Hungarisë, ku Orban po zëvendësohet nga një personazh edhe më kontrovers i djathtë. Në Bullgari, pro-rusi i radhës vjen i veshur me një petkë moderues. Në Francë, avdesi paqësor i shqiptarëve për Bajram shitet nga Marine Le Pen si akt ekstremist, por nuk mjafton me kaq. Avokatët më të mëdhenj kundër integrimit të Shqipërisë janë deputet të Partisë Demokratike, dhe për më keq, ata që shiten pikërisht si fytyrat më të moderuese të saj, si Jorita Tabaku. Dhe në këtë mishmash geopolitik, geostrategjik dhe interesash të ngushta politike, varet fati një kombi dhe një shteti që dëshpërimisht përbëjtohet se i përket perëndimit, Shqipëria. Për këtë do flasim sonte. Sigla.